Si kryetari i bashkisë, unë ju zotohem se Bashkia e Imarës do të jetë bashkia juaj dhe dera e zyrës sime do të jetë gjithmonë e hapur për të gjithë. Në një realitet ku shpeshherë kontaktet e qytetarëve me drejtuesit vendor janë të kufizuara, Imara po përjeton një shembull të rrallë që prej ditës së parë në detyrë, kryetari i Bashkisë së Imarës Vangjel Tavo ka kthyer zyrën e tij në një derë gjithmonë të hapur për qytetarët. Çdo ditë, çdo orë të ditës ai pret dhjetra e dhjetra banorë të thjeshtë, duke dëgjuar shqetësimet e tyre dhe duke kërkuar zgjidhje konkrete për çdo problem që lidhet me jetën e përditshme në bashki. Një model drejtimi pa precedent në 3 dekadat e fundit në vend, që po frymëzon dhe po rikthen besimin e qytetarëve tek pushteti vendor. Premtimi që dha gjatë fushatës për zgjedhjet e 4 gushtit, që dera e bashkisë dhe ajo e zyrës së kryebashkiakut do të ishte gjithmonë e hapur, nuk rezultoi një premtim elektoral, por një standard i përditshëm pune. I pyetur për këtë mënyrë të bëri drejtim, Vangjel Tavo shprehet: banorët e Imarës kanë nevoja të shumta, nevoja që i kam njohur që në kohën kur kam qenë prefekt i Vlorës, tashmë si kryetar bashkie, i njoh më në thellësi dhe për këtë arsye që nga dita e parë në zyrë, pres çdo ditë qytetar, pa dallime politike apo sociale. Kjo nuk më mbur, por më nxit të vazhdoj me të njëjtën ritëm e përkushtim, tha ai. Në një vend ku shpeshherë raporti drejtuesve me qytetarët ndërtohet me distancë dhe protokoll, modeli Tavos në Imar duket se po thyen një traditë të vjetër dhe përkrijon një të re, atë të drejtimit me zemër dhe përkushtim për njerëzit e thjeshtë. Një praktik për të ndjekur dhe një mesazh i qartë: qytetarët kanë nevojë për dëgjim, për prezencë dhe për zgjidhje, dhe kjo fillon me një derë të hapur.